Qindra dhe qindra familje në rrethet Lezhë kur bin Mat dhe Dukagjin, Shkodër, janë në mëshirën e fatit, kanë përjetuar të merren nga vërshimet e papërmbajtura të lumeve, ujrave dhe narkoqeveria e tëra është në narkoz. Asnjë ndihmë, asnjë mbështetje. Njerëz të lënë në mëshirën e natyrës dhe të Zotit vetë. Këto shtërngata u njoftuan nga stacionet meteorologjike më serioze të paktën një javë përpara. Por në absolute, pushteti i drogës dhe krimit në Tiranë dhe degët e tij në rrethe nuk kanë marrë asnjë mas. Ajo që quhet mbrojtje civile, ajo është inekzistente. Qytetar të lënë në mëshirën e fatit, dënoj me forcën më të madhe. Këtë qëndrim të papërgjegjshëm ndaj qytetarëve të cilët po përjetojnë të merret e përmbytjeve të papritura. Një qeveri, narkoqeveri, e ngërthyr nga super skandale, nuk ka asnjë lloj preokupimi tjetër veç se si të fsheh gjurmët e krimeve që ka kryer, vjedhjeve që ka kryer.